Përshëndetje miq. Mirëmbrëma të gjithëve. Takojmë këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave, premte 27 mars 2026 dhe kemi thënë gjithmonë që në ditë të tilla ne do mundohemi që të kemi mes nesh mendime të ndryshme, opinione, por njerëz të zgjedhur kryesisht. Sot për t'i dhënë një pasqyrë juve që na ndiqni mbi realitetin politik në vend, mbi atë që ka ndodhur në botë, me atë çfarë do ndodhi në botë. Për këtë kemi ftuar jam konfuz se sa herë vjen presidentin e Republikës së Çamërisë, presidentin e UFO-ve, alienëve dhe inteligjencës artificiale të Çamërisë. Zotin Tasim Mehmet. Tasim Albano. Unë nga trojë datën, leitmotivi të cilit është. Leitmotivi i presidentit Çamërisë është mos u merr me atë punë. Po s'u morr me atë punë ne, se kot nuk themi si Shqipëria sot do jetë. Jo, e ka në tjetër sens presidenti se ma sjaroj mua dhe bari. Më tha, kur themu mos u merr me atë punë, do me thëmë mos u merr me atë punë, se ja marrë unë e kam zgjitur unë. I po deshe vazhdo, bjeri defit kot. A the kështu apo jo? Se të mbasin sytë, dhe duke sikur je me maskë. Ashtu. Shiko, në herë të tjera unë kam thënë Tasim, por në këtë rast dua të respektoj statusin të them zoti president. Faleminderit. Albano se ta futa me këtë kokë. Ja kundradhunës, agron të lutem. Zvëndës president dhe ministrin që da qëlloshtin. Në rregull, po, se për këtë jemi zënë. Jo, lutem. Kur është bërë mbledhja e fundit e qeverisë tuaj? Shko, mbledhja e fundit është bërë para një muaji, që ne morëm disa vendime. Po, ato duam. Mbasi morën vendime duke parë televizit politike në Shqipëri, me këtë ballukun që Edi Rama e shkarkoi. Edhe ne morëm vendim të jetë kryeminist e Republikës së Çamërisë. Njëkohësisht edhe Piro Vengua, ministri i mbrojtjes. I mori ky ai shkarkoi Piro Vengua është djalë ortodoks nga Çamëria. Çam ortodoks. Edhe Spiro Pali është vajzë Çam, bes Çame. E mora është ministri i jashtëm ajo. Domthon tre morën vendime. Kryeministri është Balluku, Piro Vengua ministri i mbrojtjes, Balluku na u fare më kryeministri thua ti. Por unë kam caktuar tani ke marr vendim tani edhe kjo ajo ta dëgjoj këtë mesazh, unë kam përcjell se çfarë bën ajo pasaj punën e saj. Unë kam hënë kostë të madhe për Ballukun. Ti mbron hajdutun më thonë, vetëm hajdutën nuk është ajo, është grua fisnike. Edhe ta thënë të ruaj Zoti ke bekimin e Tasim Mehmetit këtu, njeriu të vërtetë. Presidentit Çamërisë. Do të falësh. Tani se patë bekimin e ai. Alba mos u merr me atë punë. Të lutem. Merru me këtë punë. Me të punë. Jo. Unë kam një gjë kështu me fjalë. Nuk mblidheni si qeveri jo. Shikon, ne nuk kemi zyra. E di, po prandaj takoni tek sheshi Skënderbej. Sheshi Skënderbej në për kafenë që kam unë, në Sauk që kam një ministrin e luftës që kam unë, një Ahmet Çaveli ta bën diku. Si e kam luftës se Ahmet Çaveli është Ahmet Çaveli nga Peqini. Po do të ishte nga Peqini, nga do të ishte. Normal. Për luftë. Mos e merr me atë punë. Po. Në orkestër duhen gjitha vela muzikore. Vetë president duhen gjitha. Jo, më fal tani, këtu është gjithë debati i tërë. Ti Albano na ke bërë ministër i qeverisë. Pse s'morim pjesë në mbledhje këy? Shiko, e lash ka detyra të tjera këy. Ç'detyrë unë s'di ç'bëj. Po vetëm mos e merr me punë. Ai ngeli duke bërë stand-up për një cop lekë. Jo, lekët do vinë vetëm duri pak. Do vinë lekët. Po lekët janë nisur, i ka nisur Donald Trump lekët. I ka nisur stallar. I ka nisur lekët. Mos e merr me atë punë. Mos e merr. Ka nisur lekët. I menaxhon Sali Berisha dhe Edi Rama lekët. Tani me që doje këtë sqarim. Tani merr edhe sqarimin pse nuk marrun pjesë në mbledhje. Dëgjoj. Goni pse s'vjen në mbledhje? Ja dëgjoj. Ja më nuk është kjo nuk është takim tani ja kur staf këtu. Po pikërisht pra. Ja kur staf. Live. Dhe tania për shembull bifella kjo nuk më pëlqeu, se më duket pak si frymë autokratike. Jo për zotin jo. Jo të më falësh, të lutem. Po. Zoti president tani gjërat i themi. Po. Që ti ke vendosur për Belindën, pa më pyetur mua, çfarë lesh për zënës president jam. Shiko. Do të lutem. Ti si ta kosh këtë fal. Ti si ta kosh. Të kërkoj falje se kam pyetur. Por ne funksionojmë kështu. Zënës president funksionojmë kështu. Ne kemi një mirë këshilltar. Po, tek falit. Ata se njohin njëri tjetrin, janë 11 duke i vlerë, se mi blejnë ustallarët. Po e di që rekrutojnë. Ja blejnë ustallarët. Mos më merr me atë punë. Nuk punë. Tani, dhe unë dash propozimin. Edhe vendosëm me vota doli që kjo u caktua për kryeministre, ky për ministrin mbrojtjes,
Edhe kjo tjetra Spiropali, se kam mesën time, të rruj zoti Spiropali, je grua e zgjuar, po kujdes, janë ushtallar të mirë këta. Po sa e Po bukur çfarë është. ti e ke bëra E bëjmë para, Prandaj nuk e çan kokën fare ajo për të mosar me ta ulan ballën me këta. po të ulan, kam marrë punë me të ulan ballë. Elisa single është apo e martuar? Nuk di, s'kam hyrë në detaj. je ke mbes? Jo, Shiko, Po ashtu të vëni munaz, po Albano, ajo do të të bëre ministër ti edhe do kërkosh dhe grua. ajo është një zonjë grua. se unë jam zotëri ministër. Është zgjuarësia çame ajo, kaq. Zgjuarësi ti e sam, zgjuarësi Jam çam. zgjuar si atë çamë. Je moti pse. Je po e ke me Valdeti. Valdeti. Sa mirë ku ka më mirë, unë me Elisa. Nuk e di. Fal, o Albano. Ja, e merr mesazhin ajo. Ore Albano, do ti sqaroj Ka shumë qef gritën, po ti gritën se ke futur në qeveri, fare. Shiko, unë e kam propozuar Gritën, shiko, gjeta këtu. Grita është, të lutem, do të jem shumë serioz me Urdhëro tani, për Gritën më sqaroj. Gritën. Shiko tani ishim në një takim ne me Luzin Bashën dhe çadrat te kryeministria, diku me Luzin Bashën atje. Isha me Kreshtin Spahi unë, thotë, edhe ndaj siç mirë në vinin këto, vinet erdhi Grita atje. Edhe kur erdhi, sa mori veshit si ishte çam. jo, kur e pash unë ato, ajo ishte idhull vlla. A që do na bëj çamoria me Sa e ti. e bukurie, sa e mirë ishte Aty luajte Po atje kuptove që je. Aty e kuptove që çamoria bëj. Grua e zgjuar ajo. Tani bën zgjidhje tjetër të di çka ka bërë aty ka Po mirë, tani problemi gjithë është që e zgjuar është grua e zgjuar. Më fal, ti si president, nuk ndihesh i ulur që ajo fton Spartak Ngjeli nuk të fton ty në podcast. Ja tamam mesazh tani. Po ti vetë ç'ke për Grida Duma, Grida do Duma, të mesazhin. Po vetë ka thot, po. Një mesazh i gjatë po bro. Po ta bëj me kollon zanor, me kollon zanor. Ja, të lutem mos më ato me mos e merr me ato. Oh, Albano. Me muzikën gladiator. Po jepi seriozitet, e vendosim ha. Na e kap unë e thash një herë them po drejtori ju Zoti ja ka dhënë Grita Duma, Zoti i ka dhënë të gjitha. ti dha ti. Bukurinë dhe mençurinë. Se si menaxhon ti pastaj këto puna është puna jote ajo. Unë aportova mesazhin. Tek qeveria që të marrë në qeveri, do mbulosh një sektor, akoma se kam caktuar, po gjithsesi ta hodha zgjidha dorën. Një sektor të rëndësishëm, se e meriton. Po më fal tani, Ministrinë e Mbrojtjes kujtë ja ke luftës ja ke dhënë ati Ivanit. Do t'ja Ministrinë e jashtme edhe Spiropalit, tani çfarë mund të vi Grida Duma aty vetëm dëgjoj të jap një propozim. Ja, propozoj. Më fal. Po, vazhdoj, u kryt. Dashur qytetar teleshikues që na ndiqni këtu drejt për drejti. Për Grida Dumën, unë i jap dorëheqjen nga posti i zëvendës presidentit. Biles edhe fondin tim, 20.000 lekë muaj, ja jap që tani. Jo tani këtu. Mas se diskuto. A gratë se kemi, o vlla, jo tani këtu. Kemi lajme. Faleminderit. 20.000 lekë, buxheti për qeverinë, unë e pagova kuadruplo, sepse qeveria jonë kështu funksionon. Është vërtet transparent o vlla. Ruaj xhepin dhe jepe. Grida vjen zëvendës president e qeverisë dhe unë jap dorëheqjen si ministër i inteligjencës. Ti je çfarë ministri je? Dhe me jam ministri i inteligjencës. Jo. Jashtë inteligjencë dhe inovacioni dhe jepis. Tani jap dorëheqjen si ministër dhe do filloj punë si koltuk. Do jap një lajm. Do jap një lajm tani. E para ju nuk shkarkojeni. Unë nuk jam dakord të shkarkoj juve. Unë jam mirënjohës. Nuk pranoj punën. Iko, mbaroj këtë. Tani mos merr me atë punë. Kemi një po do vazhdoj punën e lekë. Kemi një lajm tani, kemi një lajm. Po jemi lekët po do vazhdoj. Është buxhet për qeverinë. Mos qeverina ajo, mos merr me atë. Tani ta thanë që tani dojnë për lokale. Është lajm i rëndësishëm. Po, lajm i rëndësishëm. Do ta mbyllim të bëjmë sepse mbrën në 3 të natës më treguan UFO dhe alienët. Edhe më thanë, neve si parim Republika e Çamërisë, këtu vriten presidentët. Këtë vras nuk për të lutem, mos më ndërprer. Mos më ta do jo generalet, jo ministra këto. Kështu që unë sot deklarojnë që do të emisionit. Ja lë detyrën time, ja lë Agronllakës, në kjo se u përsoj diçka, ti do vazhdosh bashkëpunimin. Jo, do dorëheq unë. Jo sa pse presidentet to. Çfarë të vritem unë pas teja? S'ka punë. Çfarë do bëre se ata Tiranit to? Jo për zotin. Jo. Zoti president jo nuk ka. Unë jam dorëheqje. Jo. Dua jetën. Ore, një sekondë. Ore, ka punë të tjera tani. E kemi mirë me Trumpin ne. Çse kemi mirë, do rishë na ruaj Trumpin e ran. Do rishë ata thoshë. Tani tjetra është kjo. I kaloj këtë pjesë. Unë thash të delegoj ty. Deri aty ama të keqë. Jo, zot presidenti. Unë bëj atë. Unë jam zot president. Ore, po ministri i Iranit u vra. Po sofa një gjë unë, ti ke për detyrë
Ti të paguash për varje. Jo, nuk ka lidhje kjo. Ti ke për detyrë të organizosh strukturat e çamërisë, por kriteri bazës do të jetë çamëria. Por çfarë strukturash ke ti që ti mbaj mund të SSD? Por ja fillon bashkëpunimi tani, fillon Do të tregosh ato 11. Po të bie unë, të bie me letër, me emra, me dita gjëra. Ata nuk e din që janë ata qeveria. Po, unë t'jap me emra, me dita gjërat. Para se Edhe e birën e mul, po. do bëjmë një ndërprerje të shkurtër, po përpara kësaj do të thotë Albano disa fjalë. Nescafe Azera, e tera dhe e bera. Nuk keni që doni baristin, 2 lug kafe, pak ujë të ngrohtës dhe ftohtë sipas dëshirës, qumë sheqer sipas dëshirës, aroma magjepsëse, shija 100% arabike dhe siç e pimë në shqiptarët, kafe ujë pa gaz për ujin e çfarë. Ujin e pravishte Spring nga malin e Mërkës 2482 metra kalon në Burreto, në Vriz dhe aty ku ne pravishnjotët, po gjithë shqiptarët tashmë e shijojnë, sepse ruan ekuilibrin midis trupit edhe mendjes. Dhe siç gjisti Maloren për në Sauk, aty ku është dhe ministri i mbrojtjes dhe i luftës. Shkoni tek Ozon Electronics në Sauk, me Dreseja, Astoria, Vikalimi Ozon, Pazari elektrik, Tregu elektrik, zoti madh, ose futu në internet, që mos të ngatroni nga këto ishto, daj ka shkruani www.ozon.al, përdorni kodin TAIP për 64% ulje. Publicitet. Lajmi i dytë dhe shumë i rëndësishëm, president. Lajm që në ora... Po. Mos më normal. Jo, lutem, stile tia. Mirë, ha, po. Gjota këtu. Po. Në ora 4 të mëngjesit, shiko, vëllezër e mi shqiptar. Në ora 5. Mo vjen mirë që merrin qesharak. Do t'i thoshin dorëtora? Po, tani të dielën dorëtora. Në ora 4 sot të mëngjesit, UFO dhe alienët më dërguan një mesazh të fuqishëm, mesazhin e tij. Pasi shikoj që politika shqiptare e kërkon të edhe një predh Irani këtu. Të neve, sepse na faktorizon apo jo. Edhe shqiptarët duan një predh këtu. Dhe më thonë mua, çfarë mendimi ke? Ata kishin marrë vendimin do hedhin di predha. Kishin mendimin ku ta hedhin më thanë mua, sepse i bëjnë qefet e politikës sa kërkon. E mos merrem atë punë rita atan. Edhe njëkohësisht edhe populli, se duan populli. Ka shumë njerëz që duan të hedhin predh Irani këtu. Unë u thash kështu. Po dojnë të hidhin një predh ashtu, hidhin e të gjiri lalëzit. Shka të gjithë? Po ta hedhi predh. Është deti aty, apo me kollaj, se ka qenë një grop e madhe aty apo jo. E punuan inshallah. Ky ishte lajmi. Do vazhdoj për tani. E dyta. I thashë hidhin një te kota e Saukut, ku ato vila, ato gjermane që janë ato vila të bukura aty. Po Ozon Electronics aty. Nuk e di tani unë. Unë këtu thash tani, vendimin e marrin ata. E mirë, në rregull. Unë pyet vendimin. President, kam një kur vjen se ajo më fal. Çfarë do bëhet me qeverinë shqiptare me këta? Shikoj. Domethënë e kam fjalën Edi Rama thuhet që do kaloj do bëj zgjedhjet parakohshme dhe Berisha jep për herë të parë jep dorëheqje nga kandidatura për kryetar PD-je. Nuk do marri pjesë nga gjithë ato fjalët që kanë bërë. Tani ne kanë mbledhur mendimin gjithë këtu. Edi Rama është lojtari i amerikanëve. Është i bler. Lojtar. Jo nuk e bler, jo nuk e bler. E din ata ustallarët. E din ustallarët. E din amerikanët atë punë. Dhe Edi Rama që kur vajti Çamëria është një perlë, më fal, një perlë. Se merr amerikanit Trumpin. Unë kam shpallur, më kam thënë shteti 51 mos. 51 ka thënë. Po e thet orë këtë. Po e merr. Po do ta marrë duroni çika të marrë Trumpin atë. Jo se vetë do. Do mbarojmë çik punë me politikën në Iran. Do mbaroj punë me Edi Ramën. Edi Rama është lojtar se thashë e amerikanëve. Ti din ata. Çfarë plani kanë amerikanët me Edi Ramën? Unë kam thënë dhe po e them prapë përsëris. Edi Rama, amerikanët e kanë planifikuar, o do jetë lideri i Europës, i Ballkanit, ose i NATO-s, sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ftove të kjo i thash jepi çik të këtë. Tani. Mbaroj punë me Edi Ramën. Sali Berisha dhe ti e ka mbyll ciklin non grata në Amerikë, në Angli, edhe grekët e kanë bërë non grata, edhe grekët e kanë bërë non grata Sali Berishën. Po non grata ti që ju asnjë s'vjen të takoj. Po i fali Belerin. Po le po Belerin tani mundohet. O Sali, nuk të duan grekët, nuk të duan grekët. Ti vërtet financohesh andeja me sa ustallar ke atje e financohesh, por do mbaroja financa. Doli te ky financimit, po thuhet që edhe Irani ka financuar shumë politikanë shqiptar. Shiko,
shqiptar tani Jemi të shitshëm let. jo, e dashurojmë shumë lekun. Amerikanët po i dërojmë ma unë dollar këtu. Duke dhënë sa më shumë lek shqiptarëve, do bëhet e kombi. Po lek shqiptarët. Më mirë ta blej Amerika. Ndjes. Duhet të kalojmë se s'bën një shkëputje. Jo, mos bëj sepse kam një pyetje dhe më njëherë pas kësaj pyetje do kaloj publicitet. Kanar, ore, tani është punë tani ka tani. Më vjen i natë. Albano, të nuk do Albano. I gjen lekët. Albano. Si vajte dori dhe emision ati? Albano. Mos më mbet punë. Sa s'para kaloj. Albano, do më lësh ta bëj këtë pyetje. Se ka të agresivë. Po ti pacifist ka. Jo, mos e ka djalin. Pacifist të çamo sta nga. Ja mos e heleta. Pacifist nuk është luftë, është paqësor. Paqësor, E kuptove? Do na thuash të vërtetën sepse UFO dhe alienët, inteligjenca artificiale, din mirë fare shkakun dhe arsyen pse e zboi Spiropalin Rama. Shiko, unë nuk keni këto thella gjëra. Ore, po inteligjenca artificiale gjithë presidenti. Është politike e madhe kjo. Shiko, diku ka shkel në një vit ku që Spiropali. Avancoj më tepër, mo. Eci më shumë se ç'duaj. Eci më shumë se ja presh ritin pra. Që më aftë se ç'duaj domethënë. Shiko sa i kujdesemi jam unë me sa të cilë. Që nuk se tani ajo ka shkelur mos i tani. Po, shkelin e kuqe. Qeveria çame. Ka trena? Më ajo vdes për në tren. Do të asajoj. Këtë tren. O të atakoj të ditë, po vemi të atakoj bashkarisht. Unë jo se unë jam e ramë. E propozoj, është gru e zgjuar, është zgjuar si qame. Tani, do më thonë, ka gjithë informacion për Spiropalin, ti nuk e blusë të përgjigjesh ta mamë. Jo. Ja, diplomat. Ka shkel vine kuqe, për cilin vine kuqe. Tani mosim tani. Kuaj publiciteti se. Ajo tani ta marrë mesazhin. Publicitet. Reklama. Ta marrë mesazhin ajo. Shumë e bukur. Mos merr natë. Është motivi i qeverisë shame. Mos merr natë punë. Tash kam një pyetje të fundit. Gjithsesi. Pyetjen e fundit e bëj unë, nuk e bën ti. Ne më jam ka të vogël. E ke të vogël. Ke pyetjen e ke të vogël. Si ka mundësi që nuk i sillin kështu eskorta falas ka ustallarët? Ka eskort më shoqërimi garda. Eskorta na ka shumë. Ja mos merrem as sektor. Se po vi njëra për qef, një argjentin, një kolumbiane. Unë tani jam dashuruar koncidon që unë jam 70 vjeç tani, unë kam punuar herë se fort. Unë jam dashuruar me çamëria në koncidon që është emër femëror. Ai ka për dashuri fizike. Ka një fizike. I gjysmoshëm me kolumbiane të mirë. Ti do të vdesësh për presidentin. Kur është seksi se vajza shqiptare gra shqiptare. Po çdo është seks, do të thosh dëm. Mos e merr tani hap. Do të thënë shqiptare. Kolumbis mos. Jo, mos gatrojmë ato unë. Atë që kam se ti do e shkarkoj këtu unë. Te pyetje. Sa do shkarkosh ti? Ato energjinë. Po këtu mos merr. Që Pjetër Grida Spartak Njelën, avokatin është çam ky avokati? Jo, ai është ortodoks. Ortodoks po çam mund të jetë. Nuk e di. Ai e bën fort, unë jam milionos atë. Jo, Sa është ai? Ortodoks. Ortodoks, zavoria. Sa i dhën dashuri? Jo, si lëshohesh. Si lëshohesh në dashuri? Dhe ai tha unë herë lëshojmë shumë, herë lëshojmë pak, herë lëshojmë as pak. Po Rama tha që tha dhe këtë të fundit që me raka kam si bëra një djalë ta. Ai mund të bërë fëmijë anonim që mund të janë rritur sot e kështu të rritur. Ti ke fëmijë anonim? Ti s'kam, jo, po. Mos më natë. Ja, çfarë ishte? Ta vazhdo, mbyllë gjithë kënaqësinë tënde. Ishte një javë mesazh. Kënë mesazh për Jo, studentë? s'kam, unë ju përshëndes të gjithëve miqtë e mi. Me as ke mesazh, po sot tash. Ishte një javë bukur, e karkuar, kombëtarja Lozi, bëri atë që bëri të gjithë e pam. Po gjithsesi, urime, bravo nga zemra, sepse siç e kemi thënë gjithmonë, si në fitore, si në humbje ne jemi gjithmonë me ju. Kështu që I përshëndes po le mo tash ti mesazh. Strukturat e mia të çamërisë, edhe juve njëkohësisht televizionit tuaj jeni bekuar, edhe mbarë keni Televizion Plusi do jetë televizioni i çamërisë. Tjetra është kjo. Si tha të mbarë keni? Jo, të mbarë keni. Keni të mbarë. Mirë. Natë mirë, mirupafshim të gjithë. Kaq ishte fake off për javë. Na unë begoni. Mirupafshim me Mos më është mesazh.